Dushi në mëngjes apo në mbrëmje, ekspertja zbulon sekretin kur duhet të laheni. Prej vitesh është diskutuar nëse është më mirë të bëni dush në mëngjes apo në mbrëmje. Disa e shohin dushin në mbrëmje si një mënyrë për të qetësuar para gjumit dhe për të kursyer kohë në mëngjes, ndërsa të tjerët preferojnë të pastrojnë në mëngjes për të nisur ditën e freskët dhe plot rigjenerim. Megjithatë, edhe pse zgjedhja shpesh varet nga rutina personale dhe mënyra e jetesës, një ekspert ka dhënë së fundmi një përgjigje të qartë për këtë debat të gjatë. Doktor Primose Frostene, pedagoge e lartë në mikrobiologjin klinike, tha se nga këndvështrimi i higjienës dhe shëndetit është më mirë që të bëni dush në mëngjes. Sipas saj, gjatë ditës trupi ekspozohet ndaj një sër ndotërsisht dhe mikrobes që grumbullohen në rroba, por gjithmonë dushi duhet të varet në bazë të rutinës suaj. Nëse djersiteni shumë, është më mirë trupin ta lani çdo ditë dhe nëse keni erëra të këqija.